Jemi në formën jo të dëshirume që kemi ardhur sot në grevë, kjo është paralajmërim. Edicioni orës 19 të lajmeve nuk është të shku, për shkak se 700 punëtor janë pa paga dhe i bëjmë thirrje prej këtu Qeverisë Republikës Kosovës, së mundet me gjetë një zgjidhje ligjore. Ka mundësi ta gjeni zgjidhje ligjore dhe pastaj let provojnë të krijojnë komisione, trupat kuvendit, sepse situata është emergjente, nuk pret. Edhe një herë, ne ju bëjmë thirrje, mos na bëni pjesë të qerimit të hesapeve të partive politike. Zgjedhni ato me zveti. Televizioni publik, punëtorët e televizionit publik e bojnë punën e tyre profesionale të pavarur. Edhe një paralajmërim, ne do të presim deri të hënën. Nga e hëna, do të fillon greva me masa dhe më të rënda. Dhe nuk do të zgjedhim ndoshta edhe mjete, sepse jemi në një situatë shumë të rëndë. Janë 700 familje pa paga. Para mendoni, në këto kohë kur gjithçka është shtrejtu dhe ka fluturuar në qiell, ne nuk i kemi as pagat për cilat na dhe punojmë dhe kemi kontratë. Nga e hëna pritet greva tjetër dhe detajet gjatë kësaj jave do t'i bëjt dituna në konsultim me kryesin, sindikatën edhe në konsultim me gjithë kolegët e televizionit publik. Edhe unë po ju bëj thirrje shqipfolzve në kuvend, qeveri, kudo që janë, që të ulen bashkë edhe të zgjedhin këtu probleme, sepse si që tha dhe kryetari, po ne duhet të kërkojmë drejtat më elementare, jo më të flasim për pagat. Andaj edhe një herë, po ju them se kjo është e papranueshme, jo veç për BSPK-n, po për gjithë punësuarit në Kosovë, ku ata nuk mund me gëzu të drejtën më elementare pagën e cilën e garantohet edhe me ligj. Sot është pika më e ullët që ndonjëherë kemi pa transmetuesin publik, për shkak se 700 punëtor, rrjedhimisht dhe familjet e tyre, janë detyruar me dalë edhe me kërkuar që ju takon me ligj pagën. Ky është rezultat i presionit politik që vihet drejt për së drejti nga kryeministri Kurti, lëvizja vetëvendosje. Presion ky i filluar para gati gjysmë dekade, fillimisht me politizimin e bordit të RTK-s, ku me sukses shumica anëtarëve janë politizuar dhe rrjedhimisht vendimet i kanë marrë të politizuara, pastaj me kapjen e menaxhmentit të RTK-s, dhe tani duke e përdor edhe presionin financiar, ashtu që ata redaktor, gazetar, punëtor të RTK-s, të cilët nuk kanë pranuar përkundër presionit të jashtëzakonshëm që t'i nënshtrohen presionit politik, jo duke e përdor këtë formë, pra presionin financiar që t'i gjunjëzojnë edhe ata.